Aktivistë dhe përfaqësues nga shoqëritë civile vijuan me protestat para kuvendit kundër projekt ligjit për barazinë gjinore edhe gjatë mbrëmjes së dieshme. Qytetarë dhe aktivistë nga të thirrur nga koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës kërkuan nga deputet që të mos sa votojnë këtë nismë ligjore. Protestuesit bën thirrje pro familjes ndërsa theksuan se janë vetëm 2 gjini, maskullore dhe femërore. Deputetët socialistë kanë vendosur që të mos ketë vetëm 30% gra brenda në parlament. Por sipas gjinisë, si përkatësie shumë fisht dhe e ndërthurur, dhe ekzistojnë mbi 72 gjini të ndryshme, ta kërkojnë t'i garantojnë se cilës për këtyre gjinive përfaqësim 30 deri në 50%. Dhe jo vetëm në Kuvendin e Shqipërisë, dhe jo vetëm në Këshillat Bashkiake, jo vetëm në institucionet publike. Familja është e shenjtë sepse Zoti e ka krijuar të shenjtë, nga gruaja dhe nga burri. Dhe askush nuk mund ta shpërbëj. Duan të relativizojnë të keqen dhe të korruptojnë një komb të tërë. Nuk ka anësi, nuk ka të majtë të djathtë. Kombi shqiptar është një. Dhe kjo është një thik në shpirt të kombit shqiptar.